justifikuar veprimet e tyre. Të njëjtën arsye gjetën edhe kur sulmuan Irakun në 2003. Armat e dëmtimit mas, armat kimike që cilat nuk u gjetën kurrë dhe s'janë. Dakor? Pastaj Libin, pastaj Sirin, Afganistanin. Pra gjitha këto u gjet nga një arsye dhe u bë nga një ligj i veçantë dhe i posaçëm. Dhe unë po të përgjigjem me një shprehje që Për paktën veprojmë me ligjin. Po, ushtria amerikane ka një shprehje shumë interesante, dhe unë do i kërkoj falje për. Ata thonë që të gjithë arsyet janë si vrima e fund shpinës, të gjithë e kanë një. Po. Pra ti arsye mund nxjerrësh pafund. Po të shkoj. Neve nuk është arsye ajo që duam të bëjmë një analizë përpos diplomacisë, si të mund të konvencionale. Absolutisht. Çfarë ndodh? Nuk ka njeri që e njeh më mirë se sa unë aftësinë tënde për të bërë një analizë gjeopolitike në real politik. Se kemi diskutuar shumë çka bashkë. Je precedent Rusisë dhe Kinës për të vazhduar në Ukrainë, Rusia dhe Kina me Tajvanin, apo e ka përdorur precedentin që kanë sjell ato për të marrë dhe për të aneksuar naftën bruto? Jo, nuk ka të bëjë me naftën bruto, nuk ka të bëjë me precedent. Të dyja rastet janë dy raste të veçanta nga njëra tjetra, nuk kanë asnjë lloj ngjashmërie në këtë aspekt. E para, Rusia sulmoi Ukrainën, arsyeja kryesore, pra që gjeti edhe ajo arsye kryesore, ishte shkelja e të drejtave të qytetarëve rus, pra me kombësi ruse në Ukrainë që ishin në luftë që nga 2014. Pra vazhdonte lufta që 8 vjet. Kjo ishte arsyeja kryesore. Pastaj pjesët e tjera që NATO e këto tjera ishin që u shtuan edhe hajde bëjmë. Pra nuk ka të bëjë, kurse këtu kemi një arsye tjetër, por nuk është nafta. Sepse tu kemi një parasysh, ne po flasim për naftën dhe gjithë janë thënë te nafta. Nafta që nxirret në Venezuelë është naftë, po pra është naftë bituminoze. Bituminoze, pra. Dhe të gjitha rafineritë e naftës në Shtetet Amerikës nuk e përpunojnë dot këtë lloj nafte. I vetmi vend që përpunon këtë lloj nafte është Kina dhe Kanadaja. Ka qenë edhe Republika e Shqipërisë. Ajo e Ballçit, që na bëri nder kryeministri edhe e shkriu totalisht edhe e shiti për skrap. Këtë. Nder në thojza, më kuptoni, kurse E kuptojmë. Nuk ka si ta bëjnë nder ndryshe. Nuk ka si ta bëjnë nder ndryshe. Dhe aktualisht është një firmë amerikane e cila ka bërë vjet në tetor një studim për naftën, për nxjerrjen e naftës në Venezuelë. Venezuela kanë qenë nën sanksione dhe prej vitit 2006, e cila i bëri sekuestrimin e naftës, pra përzuri kompanitë amerikane që nxjerrin deri diku naftë atje, nuk ka pasur më investime në këtë. Kanë hyrë kinezët para 3 viteve dhe ato kanë bërë ca investime të pakta apo jo të mëdha. Dhe aktualisht nxirret vetëm diku rreth 1 milion fuqi nafte në ditë, pra kaq është kapaciteti se s'ka kapacitet ta nxjerrësh pra. Dhe firma amerikane e cila ka bërë studimin thotë që për të bërë një investim të plot, që të nxirret me kapacitet plota 75% e naftës venezuelane, duhet 138 miliard dollar investim për ta përpunuar dhe për ta kompletuar dhe ky investim duhet zgjasë deri në vitin 2040. Duke qenë se një fuqi nafte e tillë, shitet me 57 dollar fuqia, nuk ke leverdi të hysh ti investimi. Unë kam parë domethënë që rezervat e naftës kapnin të naftës bruto bituminoze kapnin vlerën e 17 trilion dollarëve në total po të nxirreshin. Dakor, po prapë është investimi që kushton tepër dhe pse them që nuk është për naftën, ajo për çfarë u bë veprimi. Është një veprim gjeopolitik për çështje të ekzistencës të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra ekzistencës si superfuqi. Jo ekzistencës si kombë, po si superfuqi. Pse? Aktualisht Maduro ishte në bisedim dhe pothuajse kishte rënë dakord dhe pritej vetëm nënshkrimi i një marrëveshje, vendimi i tij që jo vetëm nafta, po çdo lloj marrëdhënie ekonomike që Venezuela kishte me rreth 48 shtete të botës, që ka marrëdhënie ekonomike dhe tregtare. Dhe Venezuela nuk eksporton vetëm naftë, eksporton flori, gjitha llojet e mineraleve të rralla ajo i ka. Dhe çdo që tashmë kishte marrë vendimin që këtë gjë do ta bënte vetëm me kinezët? Jo, do ta bënte me pagesa bazuar mbi floririn. Pra jo me dollar. Do ta kalonte kapitalin bazuar në flori. Bazuar në flori, ashtu siç e bën BRICS-i. Pra ti mund pagoje me monedhën tënde, por bazuar mbi flori. Mbi flori, po. Dhe kjo çfarë bënte? Kjo automatikisht dëmton dollarin, petrodollarin. Dhe tashmë le të vim te petrodollari, pra që të kemi një ide. Në vitin 2000, Saddam Husseini bëri një marrëveshje me Bashkimin Evropian që nafta që do i shitej Bashkimit Evropian të shitej me euro dhe jo më me dollar.
Në 2003 Shtetet Bashkuara të Amerikës gjetën një arsye e sulmuan e fshin Saddam Husseini sepse sërish sënonte petrodollarin. Në 2009 Kaddafi mori vendimin që nafta do shite vetëm mbi bazën e floririt, një të gjë që bëri ky. Pra, gjithë lufta thuat ti bëhet për dollarin. Pse bëhet për dollarin? Sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e kanë bazuar dollarin as mbi floririn, pasi në vitin 1971 Nixoni e hoqi këtë floriri, ky dollari bazohet mbi floririn. Në vitin 1971 Nixoni vendosi që të mos ketë më bazë floririn. Por nuk bazohet as mbi prodhimin e brendshëm amerikan. Në vitin 1974 Kissinger dhe Nixon bën një marrëveshje me mbretjen e Saudisë që nafta te kriza OPEC-ut. Me OPEC-un, nafta do të shitet vetëm me dollar. Jo, do të shitet vetëm me dollar, jo konvertohet. Dhe në këtë mënyrë që e bazon komplet në naftë pastaj. Petrodollar. Prandaj quhet petrodollar. Dhe në momentin që ti nuk e përdor më këtë dollarin, atëherë duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës printojnë dollar pafund. Printimi i dollarëve është pafund sepse inflacioni nuk prek Shtetet Bashkuara të Amerikës. Inflacioni eksportohet në të gjitha vendet e tjera që sepse ti je i detyruar, të gjitha vendet kanë nevojë për naftë. Dhe duke qenë se ti ke nevojë për naftë, ti ke nevojë edhe për dollar për të bler naftën, se s'mund ta blesh me lek. Me lekun tënd shqiptar se blen dot sot. Pra Shqipëria duhet të blej dollar që të blej naftën treg. Nuk e blen dot me lek. Nuk e transformon dot lekun në flori, po vetëm me dollar. Do je detyruar të blesh dollar. Kaq është. Dhe ky dollari nuk ka vlerë. Pra printohet sa duash. Pra, duke qenë se për 50 vjet Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë printuar dollar pafund, dhe është një inflacion i cili ka kapur gjithë botën. Ky inflacioni amerikan. Dhe ata e luajnë si të duan bursën e dollarit. Në një moment caktuar, në rast se ti nuk shet më me dollar këtë naftë në të gjithë botën, sepse do kemi që parasysh, Irani nuk e shet më me dollar. Irani e shet bazuar mbi flori, po shet me juan, me rubla, me tjerë, po bazuar mbi floririn. Pra, është atje. Dhe në rast se do e bënte edhe për të ardhurat minerale të tjera, do e bënte kjo Venezuela, ndërkohë që Rusia e ka bërë këtë gjë. Nuk e shet më me dollar. Sepse pas embargos ekonomike ka thënë du të gjithan rubla. Me çfarë monedë duash, po bazuar mbi floririn, atëherë në rast se edhe kjo bëj, atëherë brenda një kohe të shkurtër, gjithë ky inflacioni, gjithë to parat që ishin printuar, gjithë ky inflacion bëheshin bumerang në Amerikë. Bumerang brenda në Amerikë.